Ka vjuar në Lezhë operacioni policor i koduar Koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, si rezultati kontrolleve të intensifikuara nga shërbimet e Komisariatit të Policisë së Lezhës dhe stacionit të Policisë së Shëngjinit. Në malin e Rencit u evidentua një parcel me rreth 3334 fidan dhe bimë të dyshuara narkotike kanabis sativa. Gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policisë u arrestuan në flagrancë shtetasi Sergio Bregna, 30 vjeç, banues në Velipoj, personi shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë së Shkodrës për veprën penale të plagosjes së lehtë me dashje. Në vijim të këtij operacioni u identifikuan dhe shpallën në kërkim shtetasi M Bregna, 25 vjeç, vëllai i arrestuarit, dhe F Fratia, 30 vjeç, të dy banues në Velipoj. Shërbimet e Komisariatit të Policisë së Lezhës po e vijojnë punën për kapjen e tyre. Të dy vëllezërit rezultojnë persona të shpallur në kërkim nga Policia e Shkodrës për veprën penale të plagosjes së lehtë me dashje e kryer në bashkëpunim. Gjatë këtij operacioni u sekuestrua si provë materiale një armë gjau e dyshuar se përdorur për ruajtjen e parcelës, fidanët dhe bimët narkotike, të cilët u asgjësuan me anë të djegjes, ku një pjesë janë sekuestruar për të dërguar për ekzaminim në laborator. Nga ana e policisë po vijon puna për kapjen e personave të shpallur në kërkim dhe dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa operacioni antikanabis Koordinata vijon.